Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mëngjesi në Ulqin, me zhurmën e lehtë valve dhe qetësinë që vjen pas namazit, është një kohë e bekume ku shpirti gjen qetësi dhe rahati. Me këtë kohë zemra hapet ma lehtë dhe mendja kfjellohet. Pra kjo është një moment të fekurit, pra ku njeriu lidhet me krijuesin Allah përmes bukurisë që Allahu Azze ve Gjell ka kriju. Në këtë gjendje dëshiroj ta mbaj në zemër, t'i kujtoj këto meditime. Në një mallshtinë e krijuesit Allah. Shiko larg ka horizonti kur qielli e deti duken sikur bashkohen. Subhanallah. Aty e ndjen sa i madh është krijimi i Allahut. Kujto ajetin, vërtet në krijimin e qiejve dhe tokës ka shenja për ata që kanë mend. Kjo pamje ta kujton sa i vogël je, por edhe njëkohësisht sa i nderuar je me përjetu këtë bukuri, elhamdulillah. Kjo ishte e para. E dyta, mirësitë dhe rrisku. Shiko, valët vinë njona pas tjetrës pa u ndalë. Qashtu vinë edhe mirësitë e Zotit në jetën tonë, në emrin tonë. Dalë dhe mendo pak për atë që ke mendjen, syrin, gjuhën, shëndetin, familjen, frymën që po e merr tani. Dhe këtë mëngjes që po ta fal Zoti fuqiplot. Meditimi i tretë, pastrimi i qëllimit. Çdo sabah është një fillim i ri. Një mundësi me e nis prap ditën ma mirë se dje. Thuj me vete, o Zot, këtë ditë po e nisi me emrin ton, udhëzom, ndihmom dhe mbon që çdo hap i jem tjetë i mirë dhe i drejtë. Meditimi i radhës, i katërti, përmendja e Zotit Gjelle Gjelalu. Dhikri pra. Lidhe bre frymën, apo këshilloj vetën ta lidhi frymën me përmendjen e Zotit. Ka loçka e zemrës thuj njerë, Subhanallah, për gjithë këtë bukuri që po ta sheh syri. Thuj bre elhamdulillah për qetësinë që po ta ndin zemra. Thuj bre Allahu Akbar për mallshtinë që e rrethon këtë moment. Siç na mëson Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, 4 fjalë janë më të dashura te Allahu Azze ve Gjell. Subhanallah, elhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Një këshill prej zemre, koha pas sabahut është e mbushur me bereqet. Mos ta humbi këtë kohë kot. Rrim pak me veten, me Zotin dhe me mendimet tona. Pasha Zotin kjo kohë ta jep një qartësi që zor e gjen ma vonë gjatë ditës. O Allah, të
kërkoj me dritën e ftyrës tënde, me cilën ke ndriqu qiejt dhe tokën, që të më vendosësh mu në mbrojtjen tënde, në ruajtjen tënde, në afërsinë tënde dhe në përkujdesin tënd, o Zot. Këtë lutje e bëra për veti. Dëshiroj këtë lutje ta ndaj për gjithë ata që po na shikojnë dhe dëgjojnë. O Allah, kërkoj me dritën e ftyrës tënde që ke ndriqu qiejt dhe tokën. Gjithë ata që po na shikojnë dhe dëgjojnë, vendosi në mbrojtjen tënde, në ruajtjen tënde, në afërsinë tënde dhe në përkujdesin tënd. Shumë selame nga Ulqini. Zoti ju rujt. O Zot, më jep sinqeritet në çdo gjë.